Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At the Movies me mua Edean dhe Edin. Do të jemi së bashku për plot 1 orë. Nëse nuk e kuptuat nga titulli i emisionit ton, do të flasim për atë që na bashkon të madh dhe të vogël, filmat. Kemi sot një premier të shumë pritur në Cineplex, e cila më në fund ka mbërritur një film shumë i bukur në fakt, që deri më tani rrallë kam parë kritika negative. Njëkohësisht në pjesën e dytë të programit do të flasim për një festival filmi, në fakt i cili ka nisur prej pak ditësh në Tiranë, vijon, sot do të jetë edhe nesër, por për të zbuluar më tepër detaje në pjesën e dytë, ndërkohë që do të dëgjojmë edhe muzikë shumë të mirë në këtë 1 orë që do të jemi bashkë. Sigurisht që do të jenë kolonat zanore të filmave për të cilët do të flasim sot, njëkohësisht edhe kolonat zanore të filmave në përgjithësi, që në fakt unë bëra një përzgjedhje të vogël që i shkojnë për shtatë edhe kësaj ditës. E çuditshme është që unë këtë këngë nuk e kam dëgjuar, po mendoj që nuk ka përkufizim më të mirë për dashurinë, se gjithmonë themi dashuria mund të jetë e madhe, mund të jetë plot ngjyra, mund të jetë gjigante, mund të jetë ngrohtë, po ndonjëherë harrojmë ta themi gjithashtu që dashuria ndonjëherë është dhe budallaqe. Është Stupid Love nga Lady Gaga vjen. Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti të zbulojmë atë premierën që duket sikur është nga ato premiera që e kemi pritur që fëmijë, ose ndoshta se kemi besuar kurrë se do ketë një remake të bërë me live action edhe me njerëz. E kemi pretenduar si një film që e kemi parë, ka njerëz që pa dashur t'ja u zbuloj e kanë tatuazh quotën më të famshme të filmit për të cilin e po flasim, kudo dhe gjithandej, dhe e përmendin shpesh herë si një shprehje me të cilën prej së cilës ata edhe jetojnë. Ohana means family. Po. Është nga Lilo dhe Stitch, një reinterpretimi live action ka mbërritur në Cineplex i Disney të vitit 2002. Për të kuptuar më tepër, ndjekim pak trailerin e rikthehemi për detajet të tjera. Where is he? He escaped. Ohana do të thot familje. He's so cute and fluffy. He is your responsibility. Got it. We promise. Yeah. Stitch bad. Sometimes family isn't perfect. That doesn't mean they aren't good. Family. That was close. I don't think you're supposed to drink that. Lilo dhe Stitch në Cineplex Tech dhe QTO. Lilo dhe Stitch sjell historinë argëtuese dhe prekse të një vajze të vetmuar nga Hawaii dhe një alien i tarratisur i cili e ndihmon të rikthejë harmoninë në familje, buzëqeshjen dhe të jetojë jetën e saj vërtet si një fëmijë. Ka shumë prej tyre që e kanë parë tashmë, mbase mund të kenë qenë të parët në kinema që kanë nxituar për ta parë dhe sigurisht kanë bërë më një herë review-të e tyre. Janë ndoshta edhe fansa, po themi, kritik të filmit, por edhe fanatik të tij. Lilo dhe Stitch thuhet se është respektuar origjinali me ca ndryshime të vogla, por shumë të pranueshme, sepse kjo ka qenë një ndër problematikat më të mëdha të filmave që ka ribër Disney. Që ne kemi diskutuar absolutisht shumë herë në emision. Janë bërë ndryshime, njerëzit kanë dalë të pakënaqur dhe në fakt është shumë e vështirë që ndoshta ta arrihet deri tek filmi i parë. Zakonisht ata që bëhen si remake apo pjesë të dyta dhe të treta zakonisht nuk janë aq të mirë sa seria e parë. Po thua që nëse unë shkoj në kinema nuk do zhgënjem as pak se i kanë qëndruar ashtu siç duhet originalit dhe fëmia brenda meje do jetojë i lumtur. 96%. Lilo dhe Stitch është më shumë se një remake sipas një fansi, është emocional, ka shumë komedi, por është edhe madje kulturor. Ka pak si shumë modernizim, thot një kritik tjetër, duke përfshirë për shembull platformën Zoom apo iPhone, gjë e cila nuk shkon shumë me prodhimin e filmit që ishte diku tek vitet 90-2000, ku ndoshta këto platforma dhe iPhone nuk ishte kaq i popularizuar sa ç'është sot. Kështu që këtu mund të ketë një eksagjerim të vogël, por që besoj kjo nuk i prish puna askujt dhe kasti i mrekullueshëm. Për të gjithë ju që doni të dini se kush fshihet prapa zërave, Lilo është Maja Kiloha, Stitch është Chris Sanders, Sidney Agudong është Nani dhe Zach Galifianakis është Jumbo. IMDb e ka vlerësuar me 7.2 që për një film të animuar dhe të risjell sërish në ekranin e madh, 7.2 mendoj që është goxha solid si vlerësim. Unë intrigova shumë duke parë edhe këtë suksesin. Nuk e dija ka qenë marketingu i Lilo dhe Stitchit, sepse pak kohë, do të thënë, bëhet fjalë 2024-2025, kemi parë që janë bërë shumë trendi disa kasta telefonike
telefoni me Lilo dhe Stitch, gjë që Lilo dhe Stitch kishte kohë që jo kishte mbetur në harres, por nuk është se ishte kjo go to thing që ti ta kishe sticker në laptopin tënd ose diku tjetër dhe po ta shohësh, nuk është se ke filma të tjerë të Disney që janë kaq të marketizuar, mjafton që ti të bësh një xhiro në Tiranë dhe ti kudo vërdall gjen nga një produkt që ka të vendosur Lilo dhe Stitch. Nuk e di a ka qenë një strategji e producentëve të filmit a priori më përpara që t'i rikujtoni njerëzit Lilo dhe Stitch tani që vjen momenti ne mund të shkojmë kinema ta shohim. Po më shtyu të gjeja diku te 5 fakte interesante që do t'i them shumë shkurtimisht. Për sa i përket dizajnit të Stitchit, emri origjinal i Stitch ishte eksperimenti 626 dhe ishte një krijesë aliene shumë inteligjente me forca të jashtëzakonshme, por për shkak se është një film për fëmijë më vjen mirë që e kanë ndryshuar dhe e kanë kthyer pak më në qesharak lozonjar dhe i thjesht se sa i komplikuar edhe padyshim është përshtatur edhe personazheve të tjerë në film. Zërin e Stitchit e bën Chris Sanders, që është gjithashtu dhe directori, regjizori i filmit dhe në të njëjtën kohë dhe skenaristi. Ka një saktësi shkencore dhe pse është komedi fantashkenc, përfshin elemente të vërtet shkencor lidhur me ADN-n dhe aftësitë genetike të Stitchit. Pra është deri në detaje. Thash është edhe kulturor, pra njerëzit edhe mësojnë përveç pjesës edukative dhe sjelljes, po ka shumë të dhëna interesante që shërbejnë si një lloj edukimi në këtë fushë sa i përket të vegjëlve. Dhe gjëja e fundit që dua të them, shumë prej filmave të Disney kanë atë që njerëzit referohen si vezët e pashkve që vijnë nga njëri film tek tjetri, ku ndërlidhen elemente të ngjashme që janë tek e gjithë saga e filmave Disney kudo. Bëni kujdes kur ta shikoni Lilo dhe Stitch, nëse jeni fansa të Disney, jam e sigurt që po ta keni vëmendjen mirë, do gjeni një element aty që të thoni, a nuk është ky filmi tjetër kjo? Kështu që Lilo dhe Stitch është padyshim zgjedhja e fundjavës për ju dhe familjen tuaj. Mund të shkoni me të vegjëlit, sepse natyrisht ne ndonjëherë përfitojmë nga këto raste për të parë ndonjë film të animuar vet, edhe pse ne të rriturit e kemi shumë qejf gjithashtu, krahas të gjitha premierave të tjera që janë tashmë në Cineplex. Ashtu siç lajmëruam në nisje të programit, do të flasim tani për një festival filmi i cili ka vetëm pak ditë që ka filluar dhe vijon ende. Në fakt më pëlqeu shumë titulli ose i gjithë emërtimi i projektit Nightflix Film Festival. Dhe për të folur më shumë detaj dhe për të na zbuluar se çfarë po ndodh, kemi Romina Rudën në studio. Romina, përshëndetje. Mirë se jeta. Mirë se na erdha. Kënaqësi që të kemi. Pyetja ime e parë nga emri, më falni se jam kështu excited kur bëhet fjalë për gjëra të reja. Nightflix, ideja jote? Jo ideja jote, si titull, vetëm si emër. Titulli jo, madje ka qenë një titull që unë nuk më ka pëlqyer fare në fillim. Netflix ka lindur gjatë një bisede me Sonila Abdallin, e The Steel Creative Hub, pasi unë flisa shumë për filma dhe thoshte po ku i shef këto filma. Se po në fakt premierat janë një çik të limituara, mbetën për njerëz të industrisë, ata të cilët e marrin vesh, sidomos nëse janë filma shqiptar jo komercial, është e vështirë që t'i gjesh, është e vështirë të qëndrojnë gjatë në një kinema, për sa kohë nuk kemi një kinema publike etj. Dhe ai që thot, po pse nuk i shfaq një ca filma këtu? Uaj, tha shumë mirë, hajde bëjmë një projekte. Kthev nesër dhe thot, ja gjetëm emrin Netflix. Dhe thash, no, si Netflix, si streaming, nuk më pëlqen fare, pa hajde varja. Le ta bëjmë sketchet të ngel në mendje. Ne na pëlqeu të dyve. Pikërisht është kjo që Romina thot, pra të ngel në mendje direkt, ka të ngjashmërinë me Netflix, por nuk e di kjo të vjen si më ëmbël, pra domethënë ti sikur e parashikon veten që do të shkosh në një mbrëmje të shikosh një film e tjerë. Ne po flasim që këto filma po jepen dhe janë dhënë fakt që në nisje të festivalit te Kinema Agimi apo jo? Po. Bashkëpunimin e kemi me Kinema Agimin. Netflix është një festival i cili realizohet me 0 fonde, as fonde publike, as fonde private, është thjesht një grupim i disa njerëzve, miqve të mi, të cilët të gjithë dashurojmë shumë filmin, e dashurojmë shumë kinema shqiptare dhe besojmë tek potenciali i kinemas që flet shqip. Kur them kinema shqiptare, nuk kuptoj kinema në Shqipërisë dhe të Kosovës. Kështu që Kinema Agimi, të cilët i falenderoj vërtet shumë, na mundsuan hapësirën sigurisht pa pagesë për gjatë këtyre 4 ditëve, nga data 21 deri në datën 24 maj. Pse erdhi? Po. Jo, më ngacmove pak me këtë që the, pse mendon se vjen prej nga ku buron ky mos interesim i audiencës shqiptare për të parë filma, qoftë diçka që mua më intrigoi duke parë atë programin tuaj, janë këto filmat e shkurtër që janë aq interesant se ti e merr atë mesazhin si llokum, themun, të jepet direkt të serviret dhe për një 15 minuta, 20 minuta ti ke marrë diçka me shumë thelb prej saj. Pse ndodh kjo? Dhe
A ishte kjo ajo që ty t'inspiroi që të realizoje Netflix? Në rreth parë është ajo që thash pak më përpara. Mendoj vërtet që premierat e filmave, këtu po flas për filmat e metrazhit gjatë, janë pak të limituara kur bëhet fjalë për filmat e autor. Nga ana tjetër filmat e shkurtër siç kanë jetën, siç kanë emrin ashtu edhe kanë jetën, zgjasin pak, zakonisht bëhen më shumë për të evidentuar një talent të ri për shkuar nëpër festivale dhe i bëhet pjesë e programeve të festivaleve, nuk është se kinemat zakonisht faqin programe me filma të shkurtër. Ajo çka unë personalisht mendoj, por kjo është gjithsesi mendimi im personal, është që ka një mungesë besimi në filmat shqiptar autor të viteve të fundit, si filmat të cilët më shumë bëhen për një audiencë jashtë, për të shkuar në festivale filmi dhe regjizori, producenti të marrë një farë njohurie dhe vlerësime në festivalet jashtë, sesa filma që i flasin audiencës lokale, pra filma që i flasin realitetit ton. Dhe unë mendoj që kjo duket akoma më së qarti në faktin që shumë filma të cilët e kanë labelin, e kanë etiketën si komercial, në fakt kanë shumë sukses, sepse për mirë ose për keq i flasin për ditëshmërisë së audiencës. Por nuk mendoj që kjo është kaq mutually exclusive, që janë vetëm këto dy realitete. Mendoj që ka shumë filma të cilët notojnë nëpër këto ujëra, pra i flasin realitetit, të tregojnë një aspekt, një këndvështrim artistik të asaj çka po ndodh. Janë të relatueshëm, ka dhe filma të cilët bëjnë për qeshur, të cilët janë vërtet filma të mirë artistik, nuk ka nevojë që të jenë vetëm le të themi trash, të cilët unë i kam parë, i dashuroj pafund, i vlerësoj aktrisët dhe doja që të shfaqeshin gjatë Netflix. Unë doja të rikthesha edhe një herë tek arsyeja pse lindi nevoja dhe si erdhi ideja e Netflix. Pra kujt i drejtohet kjo ftesë, kjo thirrje? Çfarë synojmë të bëjmë, po themi, me këtë festival, pra t'i afrojmë ndoshta, nuk e di, të rinjt apo të përçojmë ndoshta edhe një lloj tematike të re filmin, ndryshe nga komercialiteti i tepërt që mbase na rrethon gjithandej. Në radhë të parë është për të evidentuar dhe për të promovuar talentet e reja lokale që kemi si në Shqipëri dhe në Kosovë. Netflixi në formatin e tij origjinal, të cilën ne nuk patëm mundësi ta zhvillonin plotësisht për shkak të mungesës fondeve, ka një këndvështrim shumë të rëndësishëm tek diskutimi mbi filmat dhe nxitja e mendimit kritik në mënyrën se si ne i shohim dhe i lexojmë filmat, jo thjesht për të parë sa bukur, sa keq, kjo historia, por edhe për të kuptuar pak gjuhën autoriale, për të qenë pak më kritik filmin. Ne në Shqipëri na mungon shumë kritika e filmit, dhe kjo ishte një mënyrë që audienca në përgjithësi të shohi kineman me një sy pak më të zhvilluar, le të themi, pak më të artikuluar dhe më interaktive. Këto kanë qenë, le të themi, arsyet kryesore, sepse Netflix është realizuar në gjenezën e tij, pra si një vend ku është i hapur, është pa pagesë. Netflix ka qenë një punë vullnetare që unë kam bërë për 2 vite, pra i njihja regjisorët që isha pjesë e festivaleve, punoja në festivale, kështu që kisha mundësinë dhe kisha aksesin, kështu që këtë akses e bëra të mundshëm për të gjithë personat të cilët word of mouth, duke folur me njëri tjetrin, na ndiqnin në Instagram apo ndiqnin mua në Instagram dhe zbuluan rreth projektit. Kështu që kemi nisur me 10 veta e kemi mbyllur me 100 për screening. Dhe ka patur impakt goxha, duhet thënë, në rrjetet sociale, se përpara se ta bënim këtë bisedë, domethënë të paktën si term Netflix më është shfaqur në shumë rrjete sociale, kam parë në Instagram, në TikTok. Jo, absolutisht përkundrazi. Dhe si një dëgjues i thjesht që do isha në makinë apo kudo tjetër, është e rëndësishme të theksojmë që kushdo mund të vi për të parë një film, dhe këtu doja të ndalesha pak tek programi, ndoshta për ta ditur se kur do shfaqen filmat, në çfarë orash njerëzit mund të vinë për të parë një film që ata do duan të shikojnë. Atëherë ne i qëndruam shumë besnik termit Netflix, kështu që përgjatë 3 ditëve të para festivalit shfaqjet fillojnë në orën 5 të pasdites, ndërsa ditën e shtunë kemi patur mundësinë i lamë vetes lirin që të kemi edhe ca Dayflix, nëse mund të të tilla, pasi do të kemi një program tani bari, do të rishfaqim filma të shkurtër dhe mandej do të kemi Legjendën e Basunit, e cila do të shfaqet dhe ne kemi madje të ftuar Ramosin për të bërë një diskutim në kinema bashkë me neve. Dhe më pas do të kemi dhe filmin përmbyllës të festivalit, i cili është The Land Within, që është premier absolute në Shqipëri, është hera parë që filmi shfaqet këtu, të Fisnik Maxwell, dhe pas filmit do të kemi Floris Begorin, i cili do jetë i pranishëm aktori kryesor i filmit, bashkë me Luana Bajrami, po Luana është në Francë, besoj, që nuk e marrim dot. Edhe pash që ka dhe live Q&A, pra pyetje, after parties, performanca surprizë, na jep dhe një sneak peek të këtyre. Atëherë ditën e parë, në fakt, duke qenë se ne nuk kishim buxhet, thamë okay, çfarë mund të bëjmë që të kemi dhe fest, por edhe të kompensojmë faktin që ne nuk e kemi mundësinë për
për qeras njerëzit, si me thënë. Na kanë ardhur miq që nuk i qerasin, kështu që vendosëm që të bëjmë një music video party. Kemi shfaqur videoklipet muzikore të cilat janë realizuar nga regjizor të rinj shqiptar, që nga Donald Bravo, Leart Rama, Vasian Katro që ka bërë videoklipin Loti të Elvanës. Pra kishim një program goxha të gjerë me videoklipe shqiptare që besoj ishte goxha interesant. Edhe tash janë në kinema një videoklip dhe fillon dhe është edhe me një sy tjetër, se kur e shet ndoshta në celular dhe në televizor, thua, sa bukur, okay, ngjyrat e gjitha, pa aty fillon. Po ky pas ka patur një mendim. Është më filmik aty, ëh? Është më kinematografike kjo gjë. Kështu që nuk është vetëm një festival, do ta quaj unë, është një experiencë bashkë me gjithë aktivitetet edhe po themi ngjarjet që ndodhin aty, sidomos për ne që e kemi pak qejf filmin ose ata që janë të apasionuar. Vazhdon sot, vazhdon nesër. Po, sot nesër keni në program edhe ditën në fakt, përveç se gjatë këtyre natën që ka qenë, kështu që në kaq pak kohë Romina besoj që e përcollën mesazhin dhe shpresojmë që të bashkohen sa më shumë, se një komunitet sa më i madh i të apasionuarve pas filmit aq më mirë i bën artit e të gjithëve ne. Faleminderit edhe suksese të mëtejshme në eventet e tjera, besoj që do kemi në të ardhmen. Po, patjetër, unë gjithmonë ju bezdisari që kam e vende. As pak, tek ne jemi mirëpritur gjithmonë. Edhe suksese. Mirë, shkëputemi për pak dhe rikthehemi për t'u përshëndetur me ju. Kemi mbritur në fund të At the Movies për këtë javë. Së bashku do të dëgjojmë të premten tjetër. Nëse ende nuk keni ndarë se çfarë do bëni përgjatë këtyre 2 ditëve, Lilo dhe Stitch është filmi perfekt. Është ai momenti që dua t'i them audiencës ton, grab your kids, like kapini kalamajt tuaj, shkoni për në Cineplex dhe shikoni. Grabitini kalamajt. Grabitini fëmijët, po, me vërtet. Dhe jo vetëm Lilo dhe Stitch, kam dëgjuar që Mission Impossible The Final Reckoning po bën namin gjithashtu dhe shumë kritika pozitive për të. Dhe një program shumë i ngjeshur në Cineplex, të cilin e gjeni gjatë gjithë ditës. Faleminderit që qëndruat me ne për gjatë këtyre minutave, vjoni të shikoni filma të mirë, të dëgjoni muzikë të mirë dhe të qëndroni me Top Albania Radio. Miru dëgjofshim.